nga përvoja e jetës tuaj, a do kishte, nëse do flisim me termat e matematikës, një formulë për të arritur balancën e të qenit lumtur? Njeriu gjithmonë duhet vendos disa objektiva në jetë. Duhet ketë objektiva afat shkurtër, afat gjatë, afat mesëm, duhet ketë ëndra dhe gjithmonë ti tregoj vetes, ti jeti motivuar që këto ëndra mund të bëj realitet dhe gjithmonë mund të bëj ëndra të reja dhe kam përshtypjen që kur arrihet një gjë e tillë dhe normalisht kur ke edhe kontaktin me realitetin, pra je edhe pjesë, si më thënë, e komunitetit dhe e kësaj shoqërie, kam përshtypjen që kjo dhe çelësi i lumturisë. Do ma shpjegonit me një fjalë se çfarë është matematika për ju? Dot? Do ma përcaktoni dot? Matematika për mua është një, mund të them, një vegël ose një mjet për të kuptuar botën ose më mirë për të kuptuar se sa e përsosur është diçka. Dhe kjo më çon tek ajo çka ne themi çfarë është e bukur është e përsosur. Dhe për të kuptuar atë çka është perfekte, që më motivon ose na motivon sepse është dhe e bukur, është ajo çka ne edhe kërkojmë. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.